Një mbikëqyrës i një ndërtese në New York u përballë me një grabitës që po mundohej të vinte një pako, para se ai të gjendej në një dëmtim në kokë dhe të vdiste, tha mburime të New York Post. Policët gjetën mbikëqyrësin identifikuar si Burim Havolli, 41 vjeç, në 1199 Oceana Ave, në Brooklyn, kur një telefonues raportoi rastin në policinë newyorkeze. Havolli kishte pasur trauma të rënda në kokë. Ai u dërgua me urgjencë në spitalin e Kings County, ku më vonë ndoroi jetë. Blerim Havolli, vëlla e viktimës, ishte në lotën, ndërsa fliste për mënyrën se si të dy u mbjetuan luftës në Kosovë në vitet 99 dhe arritën në Amerikë për një jetë më të mirë. Ai e donte këtë vend. Ky vend na ka ndihmuar shumë, tha Burim Havolli. Nuk ka fjalë që mund ta përshkruajnë. Kjo është e trisht, ai la pas 3 fëmijë dhe ishte vetëm 41 vjeç, tha kushëriri Petrit Havolli. Vëllai tha se familja që po e përjeton në rënd vdekjen e 41 vjeçarit është një situatë mjaft të keqe, nuk është e lehtë të rrisësh 3 fëmijë, 2 vjeç dhe djali vazhdon të pyes çfarë po ndodh, pse ka kaq shumë njerëz këtu, ku është babai im? Thirreni atë, shtoi Blerim Havolli. Ai ishte shumë i kujdesshëm gjithmonë aty për të gjithë qeravëmësit dhe qeramarrësit e tij, shumë punëtor, tha banorja Alexis Potter. Një qeramarrëse tjetër foli shumë mirë për Burim Havollin dhe për CBC News New York, tha se vjedhja e pakove është një problem në ndërtesë, duke shtuar se ka edhe një tabelë që paralajmëron njerëzit për këtë. Ai ishte personi kryesor ku të drejtoheshit. Nëse diçka nuk funksiononte, e thirrja atë. Ai ishte thjesht shumë i mirë dhe i kujdesshëm, tha qeramarrësi Alexis Childs. Ai ishte i jashtëzakonshëm, profesional. Çdo gjë që duhej bër, ai e bënte, tha Jeff Fisher. Ky është një problem i vazhdueshëm në këtë ndërtesë, kështu që për këtë të ndodhë në këtë mënyrë është vërtet një tragjedi. Kam parë një rritje të krimit, njerëzit që vjedhin pako, njerëz të guximshëm dhe nuk u intereson, tha Gail Seton, pronarja e ndërtesës ngjitur. Ai vdiq duke mbrojtur ndërtesën, duke mbrojtur pakot e qeramarrësve, tha Blerim Havolli. Johnny Garcia punoi në ndërtesë krahas Burim Havollit për 17 vjet dhe tha se e konsideronte atë si vëlla, me ishim bashkë çdo ditë. Nuk ka fjalë për këtë që ndodhi, tha Garcia. Familja e viktimës ka njoftuar se varrimi të ndjerit do të bëhet në Kosovë, vendin e tij të lindjes.